Nisën punimet për rregullimin e shtratit të lumit të thatë në komunën e Sarajit, projekt që synon të ulë rrezikun nga përmbytjet dhe të rrisë sigurinë e banorëve. Aktivitetet filluan prej hyrjes së fshatit Glumov e duke vazhduar deri në Bojan, gjithsej 12 kilometra. Nga afër, fillimin e punimeve ndoqi kryeministri Hristijan Mickoski, i cili falenderoi banorët për durimin dhe tha se realizimi i këtij projekti është rezultati i bashkëpunimit institucional. Isto така ќе ми дозволите да се заблагодарам на градоначалникот на Чаир, ко-председател на Влен, кој што кога беше министер за животна средина и просторно планирање го отпочна практично да го движи овој проект кој што денеска еве станува реалност. Да се заблагодарам на пратениците од Сарај кои што се борат за проект повеќе во општина Сарај и мислам дека една ваква тимска работа резултира со повеќе проекти и резултира со подобри резултати. Само така можеме да го постигнеме она кое што граѓаните го очекуваат од нас политичарите. Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Muhamet Hoxha bëri të ditur se për projektin janë siguruar 6 milion euro, ndërsa punimet pritet të përfundojnë brenda 3 viteve. Sipas tij, bëhet fjalë për një investim kapital të premtuar prej dekadash, i cili tashmë ka hyrë në fazën e realizimit. Ku shënojmë fillimin e realizimit të një projekti kapital, një projekt shumë të rëndësishëm për banorët e komunës së Sarajit, përkatësisht të banorëve duke filluar prej fshatit Glumov deri në hyrje të fshatit Bojan, domethënë një projekt i cili përfshin gjithsej 12 kilometra të rregullimit të shtratit të lumit thatë. Një projekt i cili është premtuar, mund të themi me dekada, sot po e bëjmë realitet dhe Ministria e Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor prej vitin 2025 ka filluar me përgatitjet në kohën që me ministrin ka udhëhequr zoti Mexhiti. Kryetari i komunës së Sarajit Muhamet Elmazi e cilësoi projektin si një investim historik për komunën. Ai tha se rregullimi i shtratit të lumit do t'u jap fund problemeve shumëvjeçare me përmbytjet, duke mbrojtur banorët, tokat bujqësore dhe pronat e tyre. Për vite me radhë, banorët e fshatrave përgjatë këtij shtrati kanë jetuar në kërcënimin e vazhdueshëm të përmbytjeve. Kanë parë tokat e tyre bujqësore të dëmtuara, shtëpit në rrezik dhe sigurinë e familjeve të tyre të vënë në pikpyetje në çdo sezon të rreshurave. Sot ky kapitull shqetësimi po mbyllet. Ndryshe, projekti paraqet thellimin e shtratit, ndërtimin e mureve mbrojtëse prej guri dhe rregullimin e brigjeve me pllaka.